Me emrin e Allahut të gjithëmshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë Allahun, mirësitë, bekimet qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam, se me të gjithë ata besimtarë që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Babu tahrimi imtina'iha min firashi zawjiha. Ndalohet që femra, gruaja, nusja, bashortja të mos i përgjigjet burrit të saj, që do thotë shtratën bashkëshortor ose jeta bashkëshortore ka dhe disa obligime dhe detyra, dhe një nga këto obligime dhe detyra që ka jeta bashkëshortore është shtrati bashkëshortor. Pra në fund fare njëri për çfarë martohet, një nga pikat që ka martesa është edhe që njeriu të shpreh dhe të përjetoj mirësitë dhe kënaqësitë e Zotit, që Zoti i ka falë pikërisht në jetën e shtratit. Për këtë arsye ndalohet që mos ketë përgjigje nga ana e femrës për mashkullin, po kështu dhe nuk lejohet mashkullit që mos t'i përgjigjet gruas, atëherë kur themi se është obligim për femrën të përgjigjet, dhe burri duhet përgjigjet. Sepse siç dëshiron burri të ruaj veten e tij, nderin e tij, dinjitetin e tij, po kështu edhe gruaja, femra, dëshiron të ruaj dinjitetin e saj, nderin e saj. Thash për një nga arsyet që njeriu martohet është edhe pikërisht shtrati. Dhe edhe kuptimin e flet gjumë, kuptimin që njeriu t'i japi hakun shtratit, mashkulli si mashkull, po edhe femrën si femër. Normalisht kjo tregon një nga, le të themi, mirësitë dhe mrekullitë që ka Islami brenda, pra nuk ka lënë detaj të jetës pa i dhënë shpjegim. Edhe këtë moment që është kaq, le të themi, fshehtë apo intim në jetën bashkëshortore. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse gruaja flen natën duke abandonuar shtratin e burrit të saj, bashkëshortit të saj, e mallkojnë me lajket derisa të thahet edhe një herë, ose transmetimi tjetër deri në mëngjes. Po për burrat është e njëjta gjë, nëse burri nuk i përgjigjet, nuk ka transmetim që mallkohet burri, nuk ka transmetim, por në Islam burri obligohet që të përgjigjet. Burri obligohet që të përgjigjet. Dhe kanë thënë në disa libra të fikut, burri obligohet përgjigjet për aq sa është e nevojshme për femrën. Dhe në disa libra të fikut gjithashtu është thënë minimumi që obligohet burri është një herë në 4 ditë. Si minimum. Kurse ka një pjesë e thotë sa herë që është e nevojshme, ka lidhje me ditë kjo punë. Sa herë që femra e kërkon. Por se nuk ka mallkim. Pra mashkulli shkon tek ndalesa dhe harami, ndërsa femrës i shkon tek mallkimi. Për femrën është thënë la'anatha al-malaika, mallkojnë me lajke, ndërsa për burri thjesht e ka i shkruhet gjuna. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka abdihi wa rasulihi. Sot është. Selam aleikum.